Qik të kjo gjua jote. Çdo njeri është i lirë të flasë çfarë doja ai. Si doja ai, ta shkroj si doje. Po kur je deputete, ti ke një status zyrtar tani. Pse flet në dialekti? Unë di shumë mirë të flas standard. Po pse s'flet? Por refuzoj të flas standard. Ti refuzon të flas standard? Deklaratë e fortë kjo. Më shijon më shumë dhe më jep më shumë kënaqësi të flas gegnisht në Tiranë, aq më tepër në parlament. Tani, në atë parlament ka folur gegnisht edhe patër gjeqfishta, por nuk ishte dalë kongresi i drejtshkimit atëherë. Tani ne kemi një gjuhë standarde. Unë mendoj se duke fol gegnishten jam në një format më politik. Dhe duke qenë se refuzoj të standardizohem në këtë anë, mendoj se qëndroj më shumë politike me gegnishten teme. Tani më zuri makina mua se di pse, se ti je e mirë arsimuar, nuk je parë arsimuar dhe themi tani që ti se di. Do të thënë, gjuhën standarde ti ke mësuar në shkollë. Dhe ti në parlament duhet të flasë gjuhën standarde në politikë. Unë mendoj se gegnishtja për arsye të ndryshme gjatë historisë është nënpërfaqësu. Gegnishtja është një dialekt, një gjuhë shumë melodioze, ka një muzikalitet shumë të veçantë dhe këtë e kanë dëshmu ata që e kanë studiu, por edhe ata që e kanë sjell në përfaqësimin publik për gjatë viteve. Kjo nuk vjet në diskutim dhe madje në mos gaboj regjia foto tjetër është cover i faqes tuaj zyrtare. Jo, të lutem, nëse mundet regjia është një e shkruar në gegrisht nga Luigi Gurakuqi. Nëse të gjem një nga fotot, duhet jetë ose mbas kësaj, pastaj kthehemi te kjo. Nëse, ja kjo. Me pas, me mujt, me kën, me shkue, me i than, me ardh, me mpa, Luigi Gurakuqi. Ky është e jashtëzakonshme. Kjo është fjalia më e veçantë besoj që ka gjuha shqipe. Pa diskutim. Me 7 folje, po asnjë mbiemën, po asnjë emën. As emër. Dhe kjo kallëzon edhe një herë muzikalitetin e gegnishtes. Kallëzon që gegnishtja është gjuha e letrave. Dhe mendoj që Luigi Gurakuqi ka bë politik me gjuhën. Ka bërë politik me gjuhën? Edhe gjuha ka politikën e vet, ashtu siç me pas, me mujt, me ken, me shkue, me i than, me ardh, me mpa. Shumë bukur është. Po problemi është i thjesht pasaj që ne nuk e kemi gjuhën standarde. Ti si deputete do marrësh një nisëm për të futur nga gegrishtja në gjuhën standarde element dhe më ajo më rëndësishme paskajorja? Se kjo është paskajorja. Mendoj se kjo përket gjuhëtarëve, mendoj se nuk e flas standardin e gegnishtes ashtu siç doja dhe ashtu siç duhet. Nuk besoj se e flas. Këtu po kundërshton veten këtu Mariana. Nuk besoj se e flas gegnishten e kullume dhe për këtë më vjen keq. Po kjo është një nisëm që vetëm gjuhëtarët mund ta marrin. Jo, nisma merren vetëm në parlament, votojnë, gjuhëtarët nuk votojnë, voton ti. Gjuha standarde, besoj që gjuha standarde ka pushtetin. Për gjuha politike, gjuha geg ka politiken. Këtu po më devion, nuk e prisja këtë. Unë prisja që ti të thoshe, po, unë do marrë një nisëm, pasaj a bëhet as bëhet, nuk e di. Nuk e kam mendu, po të regoj me sinqert, nuk e kam mendu këtë pjesë. Se s'te ka pyetur asnjëri, do diskutimi më i zjarrt është të futet paskajorja ose jo në gjuhën standard, do të futet kjo. Nuk ma ka drejtu akoma poshtë publikisht të pyetje. Ja, pra po ta bëj unë publikisht. Dhe unë po them që nuk e kam mendu. Atëherë përgjigjja jote është që ti po e mendon? Do e mendosh? Mund ta mendoj në të ardhmen. Do ta mendosh në të ardhmen. Po deri tani s'e kam mendu. Do ta mendosh në të ardhmen. Kaq mjafton. Mendoje mirë, se ky është diskutimi. Kthehemi, të lutem, regjia te parlamenti. Mbasë, po. Ndonë se je deputet e re dhe për situatën politike dhe për qeverisjen shumë pak të ngele ty, sepse është normale, ti asë një qeveri nuk je, po edhe deputet e re. Megjithatë unë do guxoj të pyes që si ka mundësi që në mandatin e 4 të qeverisës, vetëm 5 muaj gjysmë mbas marrjes mandatit më të madh me 83 vota në 83 mandate në parlament, qeverisja majoranca u shkon mirë, u tronditët, se më hon dot këta. U tronditët?
Kjo është pjesë e procesit demokratik, ndryshimi. Pas ke marrë dhita në fakultet në politikë, e kuptova. Tani, ti ishe me këtë që nuk u mbrojt as Samir Tahiri, as Erion Veliaj, as Ilir Beqa, as deputetët e tjerë. Belinda Ballukur e mbrojtët. Se tha, ti mund dalesh e pafajshme. Ik përballë me drejtsinë. Pse se bët njëjtën gjë siç bët me të tjerët? Unë sapo jam bërë pjesë e kësaj force politike dhe sapo kam Edhe unë në këtë parlament. Dhe nuk merresh me këto gjëra. Unë jam pjesë e kësaj force politike dhe ndjeku një vendim politik i cili u konsideru që i duhen i tjetë këtë që sapo përmendet dhe sigurisht duke qenë se rrethonat janë kështu dhe gjanat rrjedhin përderisa unë jam pjesë e atij grupi të thjeshtë vendim të përfaqësoj edhe. Ti ke ngrit grushtin si komunistët. Kam ngrit kartonin, jo grushtin. Kartonin, po vetë në ndërgjegjen tënde si e kishe Mariana? E kishe kështu që duhet merrte një vendim tjetër Partia Socialiste? Unë kam lind në vitin 2000 dhe çdo lidhje që mund të tentohet më bë me komunizmin besoj se nuk është e drejtë. Jo, nuk thash je komuniste, jo, jo, si të themon ty komuniste. Thash, ju ishit unanim si komunistët atëherë, thash, po jo, ti komuniste, jo. Por, ky vendimi që e mbrojtë Belinda Ballukur, ju ka dëmtuar shumë me thënë drejtën. Ky ishte një vendim unanim politik dhe si ti dhe kam respektu dhe unë si kolegët e mi. Tani, ndonjëherë do thuash jo ti aty si deputete? Do ketë ndonjë rast? Po do shohim rastin. E ke kurajën që ti thuash kryeministrit zoti Rama ta kundërshtosh, ti thuash jo? Po duhet pasi për çka do jetë situata, për çka do qëndrojnë. Jo, ka plot situata Mariana që mund t'i thuash e ke gabim kryeministrit, ë? Do ta kesh, nëse je bindur që është gabim, do t'i thuash e do ta kesh kurajën t'i thuash Edi Ramës që e ke gabim? Po besoj se askush nuk është i pagabushëm dhe përderisa do ketë hapësina për komunikimi duhet vënë në veprim. Mos më dukesh kaq e urtë. Pse po rri kaq e urtë tani Mariana? Unë po rri kështu siç ndihem. Jo, kaq e urtë, nuk më dukesh më. Të kapi Financial Times do në atë ekstaz, lumturie, të arritjeve dhe ti tani këtu befas bëhesh e urtë. Pa, çao bën politika jote. Nuk jam buz një liçeni, jam tavolin. Foto tjetër. Çfarë lloj kryeministri është Edi